Zhvilluar sot në bibliotekën e Universitetit Luigi Gurakuqi një konferencë shkencore organizuar në nder të kontributit shkencor dhe artistik të Lindelis. Rektori i Universitetit të Shkodrës, Toni Ngjura, i theksoi rëndësinë e kësaj ngjarje si një platformë dialogu dhe frymëzimi, duke u shprehur se kjo konferencë shërben për të nxitur bashkëpunimin, promovimin e dijes, artit dhe etikës. Ai gjithashtu bëri të ditur se do të botohet shumë shpejt një monografi në nder të Lindelis. Në Universitetin e Shkodrës sot ne jemi mbledhur për të rikthyer në vetdijen tonë kulturore një figurë që te i kalon për masat e historisë së artit, Lindelin, si fat njerëzor, si ndërgjegje morale, si simbol kulture dhe si model etik dhe estetik njëkohësisht. Ne së shpejti si universitet do të botojmë një monografi të Lindelis, pa diskutim me mbështetjen e universitetit tonë dhe me kontributin konkret të kolegut pedagogut Sidi Kanani. Le të shërbej kjo konferencë si burim frymëzimi, si platformë dialogu dhe si nxitje për ndërtimin e një kulture universitare që bashkon dijen, artin dhe etikën. Panelistët e njohur si Ardi Andreca, Sidi Kanani, Zef Paci dhe Lek Xheloshi prezantuan kumtesat e tyre duke zbërthyer jetën dhe veprën artistike të Lindelis, ndër të tjera u ndalen në pikturat dhe punën e tij, duke ofruar një vështrim të thelluar mbi gjurmën që ka lënë në kulturën kombëtare. Është një studim i cili përqendrohet në natyrën shumë dimensionale të artistit, të njerëzit, e të besimtarit do të kisha thënë Lindelia. Mbasi vendos me jetu në Itali, mbasi aratiset për shqipniet, Lindelia zgjedh një vend si Antrodoko, ku ritmi i jetës provinciale ja ban të mujtur që të punojë disi pavarën për jereve artistike të kohës në bëhet fjalë në gjysmën e shekullit të kaluar në Itali. Ai realizoi një numër të madh peizazhesh, natyra të qeta dhe vizatime. Kompozimet e përmasave të mëdha zonë gjithashtu një vend të gjanë në hovin e tij krijues. Mes tyre, vendin kryesor e zën temat biblike, por nuk mungojnë edhe ato që frymëzohen nga e bukura në jetën e përditshme me njerëzit e zakonshëm të Antrodokos, qytetës në cilën Lindelia punoi në pjesën më të madhe të jetës. Lindelia në kërkim të autentikës, njerë dhe nartë, dhe e keni vure ndoshta titullin e vetë këtij takimit sotëm, piktura si art konkret. Është një frymëzimi është për një shprehjes Gustav Courbet, i cili në 1861-shin e paraqet pikturën siç e imagjinot ai si një art konkret. Konferenca u prit me interes nga pjesëmarrësit dhe u vlerësua si një hap i rëndësishëm në promovimin e kërkimit shkencor dhe vlerësimit të trashëgimisë artistike në universitete.